Eliona ka shkaktuar habi dhe diskutime të shumta mes publikut, pa shfaqje se një mungese të theksuar njohurish bazë gjatë një sfide të zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Banorja u përball me një lojë që kishte për qëllim testimin e njohurive të përgjithshme, ku pjesëmarrësit duhej të identifikonin figura historike, personalitete publike dhe institucione shtetërore përmes fotografive të shfaqura. Ajo që pritej të ishte një sfidë argëtuese, u shndërua shpejt në një moment të sikletshëm për Elionën dhe në një temë të nxehtë debati për publikun. Gjatë lojës, Eliona nuk arriti të tregonte se çfarë përfaqëson SK Forcat e Sigurisë së Kosovës, një institucion kyç për sigurinë dhe mbrojtjen e vendit, i cili ka një rol të rëndësishëm në strukturën shtetërore të Kosovës. Kjo mungesë njohurie u konsiderua veçanërisht shqetësuese nga shumë shikues, duke qenë se FSK-ja është një nga institucionet më të përfolura dhe më të njohura në hapësirën publike kosovare. Situata u bë edhe më e rëndë kur Eliona nuk arriti të identifikonte disa nga figurat më të rëndësishme të historisë dhe jetës institucionale shqiptare. Ajo nuk i njohu Ismail Qemailin, themeluesin e shtetit shqiptar dhe një nga figurat më emblematike të historisë kombëtare, pavarësisht se fotografia e tij ju shfaq qartë. Po ashtu, ajo nuk arriti të identifikonte Atifete Jahjagën, ish presidenten e Republikës së Kosovës dhe gruan e parë që ka mbajtur këtë postë, si dhe Ilir Shaqirin, një figurë e njohur në fushën e artit dhe kulturës. Këto momente u shoqërua me reagime të habitura nga banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët nuk e fshehen çudinë e tyre për përgjigjet ose mungesën e tyre nga ana e Elionës. Pamjet e transmetuara u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, ku ndjekësit e formatit reaguan me komente të shumta, shpesh kritike, por edhe ironike. Shumë përdoruese cilësuan këtë episod si një tregues të nivelit të ulët të njohurive historike dhe qytetare, sidomos për një personazh publik që ndiqet nga një audiencë e gjerë. Të tjerë, megjithatë, u shprehën më të rezervuar, duke theksuar se një moment i vetëm nuk mund të përkufizojë tërësisht nivelin arsimor apo intelektual të një personi dhe se presioni i kamerave mund të ndikojë në reagimet e banorëve. Megjithatë, rasti i Elionës ka hapur edhe një debat më të gjerë shoqëror mbi rëndësinë e edukimit bazë historik dhe qytetar, veçanërisht në një kohë kur personazhet e reality show-ve kanë ndikim të madh tek të rinj. Për shumë shikues, kjo situatë u pasi një pasqyrimi një problemi më të thellë, ku mungesa e njohurive mbi historinë dhe institucione shtetërore po bëhet gjithnjë më e pranishme. Në fund, pavarësisht kritikave dhe reagimeve të shumta, ky episod ka shërbyer si një moment reflektimi për publikun, duke rikujtuar rëndësinë e njohjes së figurave historike dhe institucioneve që kanë ndërtuar dhe vazhdojnë të formsojnë identitetin dhe shtetin. Për Elionën, ndërkohë, ky moment mbetet një nga episodet më të komentuara të qëndrimit të saj në Big Brother VIP Kosova, duke vendosur në qendër të vëmendjes jo vetëm për lojën, por edhe për nivelin e njohurive të saj të përgjithshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.